Kjo është Seren, kjo është Eden. E vogla është Seren, e madhe është Eden. Bravo! Një, dy, tre, hapi sytë. Kjo është gjendja e kullave trashëgimore që kemi këtu në vendin ton. Kjo është kulla ku jem rritun. Mjerisht nuk po guxojmë as mi ndërtu as mi bo. Kjo ka qenë një kull 3 katëshe. Në katën e fundit ka qenë oda burrav. Katin më të poshtëm kanë qenë dhomat e fjetjes. Edhe kuptohet që në katin e parë ka qenë cillë shtalle. Një arkitekturë tipike që ka qenë për të gjitha kullat e Dugazhinit. Kjo është një pamje këtu prej vendit tëm. Gjitha këto që ju po i shikoni këta një përballin gështeje. E shikoni që kanë lulu, se ne i themi kanë rësu resin e tyre. Shikum së të nderum, kjo është e vetmja kull që aktualisht është e rregullume edhe që ka me gjallë këtu në fshatin tim në Kobergj. Vete mund të imagjinoni para 50 vite pothuajse çdo fshat dhe çdo vend i Kosovës nuk ka qenë në shtëpi moderne, por kanë jetuar nëpër këto kulla. Edhe mendoj që për kohën e atëhershme këto kanë qenë ndërtesa fantastike. Sigurisht që tani në kohët moderne kena mundësi tjera, po sidoqoftë unë mendoj që edhe këto shtëpi në atë kohën e atëhershme kanë pasur vlerën e tyre. Edhe vazhdojnë të kenë dhe kjo është e vetmja në gjendjen, si të thushe, renovume në fshatin këtu Kobergj, ku jam unë. Sot deshta me ja tregu këtë, ndoshta një ditë tjetër mund t'ja tregoj kullat e tjera të vjetra, jo këto që janë ndërtu pas luftës, për çështje dekorative ose për çështje tjera. Prandaj, sot me qenë që kisha po shem ishte ditë e bukur, tash ti ndaj disa pamjet e bukura me ju, lidhur me trashëgimin tonë kulturore. Edhe kjo është njëra nga ballet kryesor faktikisht të kësaj ndërtese këtu, të kësaj kulle, që ju mund ta shikoni. Kulla në të cilën gjendemi është e familjes Mataj këtu në Kobergj. Unë pronarën e saj e ma e men si Dul Ali Mataj.
Gjithë familja ti jeton në Perëndim, do doja që dikush prej tyre të ishte këtu. Pse jo ta kisha marrë intervistë edhe të ma tregoni pak historinë e kësaj ndërtese këtu. Me ditë sa vjeçar është, nga kush është ndërtu, si e kanë renovu tani pas luftës, edhe kështu me radhë. Pjesa më e kryesore ose më ballore këtu në kullave kanë qenë sidomos shkallët që janë këtu, të cilat kanë quar musafirët direkt te uda e burrave, edhe kuptohet një arkitekturë tipike e vendit tonë. Unë kam pasur privilegjin që gjatë 5 vjetëve të jetës të para, gjatë 5 viteve të jetës time, kam jetuar në një kullë si kjo, por që ju e pat në video që tashmë është e shkatruar, edhe shpresojmë që nuk do të kaloj shumë kohë dhe do të rinovohet nga institucionet përkatëse. Nga kjo në këtu, jemi si në kënd dhe mund të shikohen 2 ballorët e kësaj kulle këtu, dhe 2 ogjashit e saj në këtë anë. Po ja u jap edhe një pamje nga ky vend këtu. Tërbisedova me njonin prej trashëgimtarëve të kësaj kulle, me Bacen Enver. Realisht, në fillimi pas kanë pa thonë kulla e Ali Sufit. Kështu. Unë ju thash e kam një orë si kulla Dul Alis, sepse këtu ku jam është shkolla e fshatit, edhe 8 vite kam qenë në shkollë këtu. Edhe nga ky pozicion gjithmonë e kemi pa këtë kullë, edhe sigurisht edhe Baci Ndul që ka lëviz në për këto pjesë të trullit të tij. Fshati jon ka qenë i mbushur me këto shtëpi, me këto kulla. Edhe siç ju thash, kjo është e vetmja e cila është në gjendje të mirë, edhe shpresojmë që disa prej atyre kullave që janë të shkatrume me kohë të renovohen, edhe të jenë si dëshmi e një mënyre se si kanë jetuar njerëzit para 100 viteve, por edhe të jenë si vende, si sete ku mund të xhirohen filma, ku mund të xhirohen pamje, ose edhe thjesht si një dëshmi e një arkitekture tonë, edhe si një dëshmi e mënyrës së jetesës tonë, e cila ka qenë diku rreth 50 vite ose 100 vite më përpara.